Serbia friksohet nga aleanca mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Aleksandar Vučić është shprehur i shqetësuar për bashkëpunimin ushtarak mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Është një lajm i mirë për ne shqiptarët dhe kroatët, por edhe për stabilitetin, paqen dhe sigurinë e Ballkanit Perëndimor. Është një temë që kam e trajtuar edhe më tutje, prandaj bëni follow nëse dëshironi më kanë të informuar. Për herë të parë, Serbia po përballet me një aleancë mbrojtëse të përbashkët ushtarake që ka aftësinë dhe mundësinë të balancojë fuqinë e Serbisë hegemonike. Është një rast shkollor i balancës së fuqisë, e cila rrit deterancën pasi shtohen kostet e luftës dhe njëkohësisht e dekurajon agresionin e mundshëm të Serbisë. Tashmë kjo aleancë ka krijuar dilemën e sigurisë te Serbia, duke shkaktuar pasiguri dhe frikë. Serbia ka planifikuar rritjen e investimeve ushtarake për të ruajtur hendekun pas krijimit të aleancës mes shqiptarëve dhe kroatëve. Është sjellje tipike e një shteti të friksuar nga humbja e superioritetit ushtarak. Aleanca mes shqiptarëve dhe kroatëve është mbrojtëse, nuk ka qëllime të proklamuara sulmuese. Është një mjet për të ngushtuar hendekun mes shqiptarëve e kroatëve në njërin anë dhe Serbisë në anën tjetër, e cila investon më shumë se secili shtet tjetër ballkanik në fushën e sigurisë dhe të ushtrisë. Me shumë gjas, aleanca mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe Kroacisë ka bekimin edhe të NATO-s, pasi në një reagim të sotëm të NATO-s, Shqipëria dhe Kroacia vlerësoheshin si kontribuese të stabilitetit të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Në vitet e fundit, Kosova është përballur me dy sulme nga Serbia, në Banjsk dhe Iber Lepenc. Mbi gjitha, sot ne po jetojmë në kohë trazirash gjeopolitike dhe aleanca mes shqiptarëve dhe kroatëve duket e natyrshme, e domosdoshme dhe dobiprurse.